The që përveç momenteve të lumtura, sigurisht që mundohesh me nda edhe momente të rënjes, edhe sigurisht gjithë kalojmë në për momente tilla që nga njëherë nuk e dim as çka të bëjmë me jetën, ose çka do të na pret, sikur dorëzohemi. Cili është momenti ndoshta më i hidhur në jetën tënde që për një moment ti ke menduar që krejt çka ke bërë deri tash shkum poshtë edhe urzove? Po nëse momenti më i lumtur, më i ëmbël jetës teme ka qenë ardha një jetë e Akilit, momenti më i hidhur ka qenë shkurja për jetës e djalit tjetër yllit. Edhe nuk di si prind, a ka dhimbje më të madhe se sa një fëmijë me u nda për jetës. E dim që është një lloj ligje jetësor që prind me shku për jetës dhe me lënë fëmijët me vazhdu, e kur ndodhe kundërta me të vërtet jemi në një pozicion që nuk e din se çka është rëndësia mua e jetës. Se nuk di që ka me pas dhimbje më të madhe që mu si vesë ka më ngotit. Unë urej me pas Akilin me shëndet me jetë gjatë, mirë po me të vërtet situata me yllin na ka bo neve si prind, si bashkëshort, po edhe si familje me përjetu gjanat ndryshe. Edhe me adit më ndej rëndësin hala edhe më ndryshe gjanave që kjo jetë me të vërtet duhet me i kushtu rëndësi. E kemi pas një situatë jetësore që nështë kemi pas shumë mirë gjendjen ekonomike, po me që ato nuk e mujt me ble shëndetin e fëmijët, nuk e mujt me ble as ilaq, nuk e mujt me ble ndoshta as me anal që të vujti që ai ka pas. Thjesht vjen me një pozitë kur ti nuk e din më pse duhet me jetu. Ndoshta i lutesh Zotit më hek mu diçka prej shnetës teme, me ia dhani fëmiu që është luftu me jetë, edhe më ka shtime mendu që duhet me konë falemderues edhe për një frymarrje që ti e merr në jetë, se ka njerëz që luftojnë veç me u pavarësu prej aparatave të frymarrjes. Kështu që unë si vesë kom pas momentin më të hidhur në jetë, kur mu më ka ndru djali jetë, mirë po nuk e kom lënë me aq, nuk kom lënë, unë me kone përfshinë tash veç prej gjanave të këqija, më hub motivi ani pse kom pas një vetë ndoshta deri sa unë kom marr veten edhe një herë me mujt me pranu si realitet se unë isha në jetë, ai ish atje ku ish, edhe normal që ka qenë shumë sfiduse me pranu faktin që ti dush me u qu edhe një herë, me u grimu ndoshta, me shku në darsë, me u kthym punë, me u taku me njerëz, me qesh, me dalë, me shku në pushim. Unë e kisha të pamundur me shku edhe në deti, se mu duke qenë po e lo ato vete, me na përshkojmë, përharojmë, më thonë, jenë gjana që vish një prind realisht i përjeton, po pa dyshim edhe antarë tjerë familjes. Edhe ka qenë një moment shumë i vështirë kur ne më konë mes dy fëmijëve, mes Akilit që kishte nevojë shumë për mua, që ishte në shëmir, po edhe mes Yllit që i kishte problemet e veta dhe ishte në spital, na bashkë me konë 4 muaj, vetë se e kom tregu disa herë, e kemi pas qatë rukëtim edhe moment ma i vështirë se sa ti me dalë për spitalit zbrast, se cila nojnë që del për ginekologjisë pret me dalë, po me nëj momentin ma të mirë, me lullje, me dhurata ti dush me dalë, me një fëmijë pa jetë, normal që është shumë edhemshme, është shumë prekse, po ja që njerëz me të vërtet ballafaqohen me shumë gjana edhe janë më të fortë siguri që thot populli, edhe siguri rrëzohet, i thet një pjesë, i heket, po njeriu është njeri. Më thonë, po këtë jetës duhet më u kalit për shto momentet vështira se di me u befaso dhe për jetës me këto gjana. Po e shohim edhe yllin këto, që është si simboli yllit, apo? Që të përcjell çdo herë dhe e ke çdo herë mas vete. Po yllin e maj në për aksesor, e moj afër vetës, e kom në shtëpi se cilën herë, e kom afër vetës se cilën herë, ma besoj, edhe targat e makinës, muno me pas me yj ose me diçka, kanë nërëm duke që pak për të projese po i hinë hak Akilit, po une kështu i kom kretë gjanat e mija me yllin që neve na lidhen, ani pse a ju ardhë me një mision shumë të madhë njetë, më mbumu me kuptu disa gjana që nështë ta kur nuk shamujt me imsu, po unë nuk me u shkëput. Une për fëmijët e huj, kur flas, kur ndjej diçka i përjetoj hala dhe ma shumë leon për fëmijën tam, po unë përderisa fizikisht nuk e kom afër, me këto detalet e vogla, me yje që i kom në për shpe, provje me e gjithë, me majt vetën afër hala dhe ma shumë me fëmijën tim. Po ylli është simbolime, ndërshta nuk më idhnohen prent e nxansave të mi, po në këtë fëmijëve i shpërblej se cilën herë me yje, kur ata punojnë mirë, ju qes fletore, ju jap stikera, i shpërblej me yllin e mujt, yllin e javës, në klasë, se veç është më duke që unë e lidh në hala dhe ma shumë me qatë pjesë që unë e kom zbrasi, të fëmijët e tjerë veç se përmbushna. Nuk besoj që ka ndonjë arsye që prindrit mos me e prit mirë këto, të pas parasysh se sa e rëndësishme është si simbol për ty, sepse keni lidhje shumë ngushtë me të, edhe kjo i bjen që ti realisht keni dashni shumë të madhe për gjithë fëmijët që i ke edhe në klasa. Po dhe se e bën ka një copë të yllit tam, edhe me të vërtet ai ylli ka pas emrin, po edhe si yll ka shku, edhe që ajo drita e tij, ndërsa ma qeli edhe moderëm për plëgjanat mira që po më vinë në jetë, edhe jëmë vesa që jëmë sot, që jëmë këthy mas 10 viteve të fakultetit në studime master, si bursiste, si studente shumë e regullt, si hulumtuse, si një person që shpërndoj mirësit e tjertë, si një person që po më simbolizon si forcë, ani pse unë e di që gratë
Nënat kosovare janë shumë të forta, kanë kaluar nëpër situata shumë të vështira jetësore me fëmijët e tyre, me zhdukrit në luftë, me të vrarë, mirë po, edhe unë një prej tyre. Nështë dhimbta nuk mundet me u krahasu, dikush e ka shumë më të madhe, dikush e ka shumë më të vogël, po përbashkëta është dhimbje. Kështu që secila nën humb fëmijë, është dhimbje që nuk përshkruhet me ata. E që fatkeqësisht kam njoftë shumë gra gjatë rrugës që kemi pas këtë fat, e kemi jetu këtë jetë, edhe në fund secila sot është nëpër shtëpia tona, tu mundu me rikuperu vetën për me u ngritë edhe njerën kam edhe me vazhdu jetën, tu mundu me kalu qatë fazë, sikur se s'ka ndodhë kur gjo, po që ka njerë din me kom pak se pa mundur. Për këta edhe thashtë që në fillim që je frymëzim, tu e pas parasysh që e the edhe ti që për një anë nuk ka moment më të vështirë se sa kë, po realisht të ngrihesh pas një momentit të tillë është sukses. Mbi gjitha është një mesazh që jep edhe për Akili në këtë rast, sepse sigurisht Akili është i ri, por gjatë jetës ku mu ballafaqu me shumë gjana, kështu që një anë e fortë është shembull edhe për fëmijët e lema edhe për të tjerët që po na shohin, që po na dëgjojnë, që frymëzohen pak a shumë për krejt kësaj. Si arrite ndoshta që të ngrihesh këto ku je sot? Mas yllit, na minë si me Ardiani nuk bindëm që jemi tri edhe duhet me shku me rrit hala ma shumë familjen, se unë e kum pas një fazë jetësori që nështë e kom ende, kom fillu me pas frikë për shtatë zanis. Se edhe pas yllit patëm dështimet tona, edhe aty pak mu kecu gjendja bas një aborti spontan që neve në ndodhe, mas i shkoj ylli prej kësa jete, edhe që aty në pata pak një gjendje jetë mirë shëndetësore, edhe ti mandena, kur qosh për anestezionit mund është me gjithë vetën ndryshe. Se sheh që disa gjana nuk bon vish me vullnetin tëmë, po me të vërtit me vullnetin e krijuesit. Unë sado që si nën, si gru, du me pas fëmijë tjetër në jetë, nëse nuk ka me qenë për mu, kjo mundësi atëherë nuk ka mundësi unë ndryshe, veç pa aprovimin e krijuesit tonë, se unë pa tjetër investoj të pjesa ime shpirtnore, të lidhja hala dhe ma shumë e besimin. Edhe kom pa që me të vërtet kur gjona nuk kemi ndorë. Në momentin kur unë e si gru, si nën, nuk kom pas mundësi fëmijën ta me nëzirë për një situatë atër cila është pozita ja me njetë. Po prap të ju kom falemderu se kretë sprovave që unë i kom pas dhe i sot, për këtë mësime që mi kanë dhonë, edhe çdo herë thëmë që fëmijët e mi vi në njetë, vishë me mësu mu diçka. Me të vërtet, sikur Akili me mësimet e veta, sikur Ylli me mësimet e veta, po sikur është atë zani tjera që nuk kanë mujtë me përfundu deri në fund. Kretë qëto kanë diku ka pak që unë e marë në përfundimin që për deri sa je gjallë ti dush me vazhdu për para. Me dhimbje, me lët, me mërzi, me ato ditë që nuk i forës me uqu prej shtratit, nuk i heq dëshiras nështë me u kujdes për vetën, as me i kri flokët, as me u kujdes për shpijen, as për kur gjo, se ti është momentin kur ti shpirtnisht, emocionalisht, je i thymë, kur gjo nuk bën për shtypja. Dhe në palatin, matë mirë të botës me jetu, nuk kemi i pa me sy atë gjana. Do me thonë, një gjana reale që mu jeta mi ka mësu. Nuk i mësojnë mu librat, as nuk i mësojnë mu dokumentartë, po jeta, sprova që unë i kom kalu njetë mi ka mësu që të mësime që ndërshta nuk i kisha mësu as njerë që tash edhe ma heret. Po duhet me pa tjetër, unë e kom pas pa tjetër vetën si fokus, se mas pari vetës time unë i nevojitem, mande i burit, në fund edhe djallit. Në fillim, më dhimet pak Akili se aj nuk e dike që ka është të ndodhe dhe të shike të mërzitne, të shike shtrit, të mos bo kur gjo, të shike ndështë atu qaj, të mërzitne, kish nevoj me shkun lodrat, po ti ku me marë forcin me uqu. Deri sa erdi moment kur i thash vesës, kish shumë njerës tjerë që duhesh me ju dalë një farë mjëre balha për të shike dalë kretë jetën, edhe ajo është fëmi nuk den kur gjo që ti po kalën si prind, mund të shta me kalimin e kohës ka mujtë me kuptu. Tash Akili e din që yllit e na e ka një rëndësit madhe, se e din yllin si simbol, po nështë ta të urrit, se veç 4 vjetë i ka të urrit të kuptan si qka është me të vërtet ylli. Po duhet me pa tjetër, nëse unë e kretë e kom thonë çdo herë, nëse unë kom pas mundësi me ngrit edhe një herë, edhe me marrë vetën mas kësaj thymjes, kësaj dhindës shpirtnore, atër njerëz tjerë që kanë telashet vogla, me telefon, me patika, me telashet thjeshta që janë raporte njerëzore që mujnë me u regullu, gjithçysh atër e këtë kena mundësi me marrë një kthes një jetë, dhe me vazhdu për para. Me dhimbje, pa dhimbje, me një ndjesi që unë e kom çdo herë afër vetës që nuk di me tregu se çka është, a më dhem, a është e zbrast, a është e fortë, a ç'është, po unë e kom që ndjesi. Me që të ndjesi funksionoj, me që të ndjesi flas me ty, bëj biseda, qeshi, bëj video, shkoj në përndeja, shkoj në koncerte, shkoj gjithmonë, po është diçka që është pjesë e imja edhe e di që është e imja edhe për këtë jetën ka me pas afër vetës. Po. Vesa hyra edhe në politikë, në një fushë tjetër, po që
Prap duke u mundu që edhe me politikë sigurisht po besoj t'jepësh mesazhe për krejt njerëzit, të shërbesh për ta, sepse t'jesh në politikë do thotë të jesh në shërbim të popullit në përgjithësi, të punosh për ta, për të mirën e popullit dhe të vendit në përgjithësi. Si erdhe deri tek ky vendim, si erdhe deri tek kjo ngarkesë, krejt këto ngarkesa që i ke pas ndoshta në jetë, krejt këto angazhime, qoftë si mësuese, qoftë me rrjete sociale, më duket kur gjë nuk është më e vështirë se politika.